Për vite me radhë, në Shqipëri ka patur vetëm një ligj të pashkruar. Makina duhet jetë gjermane, sepse të tjerat janë lodra. Por nëse hapni syt sot, diçka e madhe ka ndryshuar dhe rrugët tona po pushtohen nga këto kutitë voçkla me logon e Toyotës dhe të Hondës dhe më pak të Nissanit. Pse po i tradhtojmë ne gjermanët? A është vërtet Toyota një makinë që nuk vdes kurrë apo thjesht shqiptarët po bëhen më racional dhe po na dhën më shumë xhepi se sa nostalgjia? Sot do të analizojmë makinat që ndoshta nuk kanë shpirt e nuk ta dridhin mishin kur i shikon, por kanë diçka që vlen më shumë. Jetë gjatësia që të lodh ty përpara se të lodhen ato. Nëse hapni kofanon e një Toyota Corolla apo një Honda Civic, mos prisni të gjeni art apo dizajn që të mahnit. Do të gjeni inxhinieri të pastër, të thjeshtë dhe pothuajse monotone. Japonezët kanë një parim që inxhinieri gjerman ndoshta e ka harruar. Nëse diçka funksionon mos miri, mos e prek me dorë. Toyota është ajo makina që mund ta harrosh edhe pa i ndëruar vajin për 2 vite, mos e bëni, por edhe po ndodhi pa dashje, ajo ju fal përsëri dhe ju çon përsëri në punë çdo mëngjes pa u ankuar. Honda, kjo është për ata që duan pak më shumë shije dhe inxhinieri që i do xhirot e larta, por që do një saktësi kirurgjikale. Këto makina nuk janë ndërtuar për të rënë sy në blok, por janë ndërtuar që të vdesësh ti përpara tyre dhe t'ia lësh djalit me po të njëjtin motor dhe të njëjtën kambjo. Mos e thash prap, ndërrues shpejtësie. Me që dolëm këtu, dua të saktësoj se gjuhën shqipe mendoj se e njoh mjaftueshëm mirë, por është e pamundur që në situata të caktuara të mos përdorësh huazimet nga gjuhët e huaja. Kjo sepse shumica nuk do të na kuptojnë dhe se ka fjalë që nuk gjendet përkthimi në shqip. Nejse, vjojmë me japonezën. Nuk ka dëshmi më të madhe për fuqinë japoneze se sa taksit e Tiranës. Janë makina që bëjnë mbi 500.000 kilometra në trafikun ton vrasës, stop, nisje, gropa, nxehtësi deri në 40 gradë ngushtë dhe prap i gjen 24 orë të ndezura. Kur shqiptari pa me sytë e tij që Toyota harxhon vetëm 4 litra në mes të trafikut të Tiranës dhe nuk kërkon asgjë tjetër përveç gomave dhe vajt, atëherë filloi dhe divorci i madh me naftën gjermane. Japonezja na mësoi edhe një leksion shumë të madh. Luksi i vërtet nuk janë sendilet me masazh apo tavani me pika, luksi i vërtet është të mos dish ku e ka shtëpinë mekaniku i lagjes. Por qëndroni pak se nuk është çdo gjë kështu roz. Po pse nuk i duan të gjithë shqiptarët makinat japoneze? Sepse japonezët kur vjen puna tek qejfi janë pak më të thjeshta, mbase shumë të thjeshta. Interiori apo brendësia e një Toyota të vitit 2015 duket si kroskoti i një frigoriferi të vitit 1998. Plastike fort kudo, butona që duken si të radios së vjetër Iliria dhe një izolim që të bën të dëgjosh edhe çfarë po thot njeriu në trotuarin përballë. Nëse kërkon emocione, lëkurë që mban era luks dhe teknologji që të mahnit syrin, japonezët do të duken si një shërbëtore besnike, por shumë e mërzitshme. Në fund të ditës, makinat japoneze janë zgjidhja e mendjes dhe jo e zemrës. Është makina për ata që kanë punë, që kanë familje, që kanë halle të tjera dhe që nuk duan t'i shtojnë vetes edhe atë hallin e makinës. Nuk të jep status, nuk të bën të fortin e lagjes, por të jep liri. Në Shqipëri, epoka e yllit me 3 cepa
po sfidohet çdo ditë më shumë nga epoka e besueshmërisë. Pyetja ime për ju sot është: kush ka një Toyota, një Honda, një Nissan, Suzuki, Mazda apo pse jo edhe një Mitsubishi me mbi 300.000 apo 400.000 kilometra? Na e tregoni në komente. A e keni ndëruar gjë tjetër përveç vajit, filtrave, apo jeni ende të mendimit më mirë një Benz me defekte se sa një Toyota pa shpirt? Mos harroni subscribe, sepse në videon tjetër do të futemi në një territor tjetër. Aty ku nuk ka rëndësi mendja, por vetëm pasioni, zhurma dhe drama. Legjenda italiane Alfa Romeo dhe Fiat. Pse të lënë në rrugë për ti prap i dashuron. Shihemi javën tjetër. Udhtoni të sigurt dhe pa vizita tek mekaniku.